Seriozozin. Çështu që ato folve vazhdojnë çështu. Apo don çështu ma fani ama serioz. Jo, që tash pe kapim edhe një monolog po e lexojmë. Po ani unë e di që je i mirë në monologje, kështu që me mi befasu pak shikuesit tonë. Ani ta tham një monolog. Miqtë mi të dashur, po takohemi bashkë edhe këtë javë në Spektri Podcast. Unë sonte në studio i kam 2 aktorë nga Kumanova, cilët kanë realizuar shumë role në teatr, filma, seriale, edhe jam e sigurt që ju kanë sjell shumë emocion përmes roleve të tyre, ju kanë bërë me mendu, me qesh, e shpesh herë edhe me reflektu. Ashtu teatri një ëndër e bukur apo një betejë vazhdueshme për qenë të suksesshëm, për këto edhe shumë çka rreth këtij profesionit, unë kam kënaqësinë t'i kem në studio Ismail Kasumin dhe Faton Ibrahimin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. A jeni të lumtur që jeni sonte në podcastin tonë? Po, jemi shumë të lumtur. Unë jam shumë i lumtur. Po, shumë mirë se kam marrë të dajt. Mbojanac, po. Mirë. Edhe punina shumë mirë. Mirë edhe shlirë. Mirë edhe shlirë. Tash mas emisionit kemi me shku me Ismailin, të dajtemi pak se ka normal. Kuj pa të dajt? Na salcë. Të fala. Faleminderit shumë. Ajo ndjenja me shku të dajt, i qysh gjithë ka normal shumë alla. Në kur vim Bojanac për herë ma kujton fëminin. Gazuzat u lujt. Gazuzat u lujt. Kina pas gazuzat herë. Me Allah se lëshëm i gjyshëm shpijet. Super. Ismail, te qysh për një shushje? Unë shumë mirë, edhe pse pat shumë kolon atje në kufi, po mirë me Fatonit të tek ne mirë kalum, super. Çka po me Fatonit? Ai pas ke marrë Ismailin pak të dajta? Po. Kështu se unë kam dajtë e babës këni parë. Po shumë mirë, domethënë krejt dajti pas një knej, mu domethënë pas një tezë, gjithë qysh. Realisht është i bje, se edhe ashtu më shumë Kumano po vjen po na lun. Po nim. Ashtu edhe më shumë po vjen Kumano po lun. Kështu që ty do të më ta ndresh pasaportën e Maqedonisë. I takon si mes. Po, gjithat kontribut. Po pyetja është çysh me mandrej çat pasaport, ha. A di gjithat kontribut e ka dhënë. Do më martu në Kumano. Domethënë më martu për letra në Kumano apo ma gjeni një burg për një. Ndash me letra. Cila shkon më mirë? Kështu ç'është. Mora tu e shkon më mirë me gjatë një burr atje. Më martu atje. Po edhe ndresh letrat apo në sol teatr të Kumanovës. Edhe mundësisht me pas ai burr jam shpinë ofër teatrit. Se që kjo rruga mu myti krejt. Ashtë me kushte anisi nga teatrit, jo mu kone dhe... Realisht të meriton, se gjithat kontribute ka dhënë Kumanov. Po, seriozisht. Ty do të me t'i dhënë dokumentat automatikisht. Po, edhe me më shpalla si qytetare nderi. Për kontributin edhe në artë. Kontributin, po. Hej, çush është situata atje ma mirë po botë se këneja? Krize madhe. Atje? Luft. Jebe mirë, edhe pse rinia ka nikë shumë, po kryesisht mirë. Pse po iken rinia? Po lypin e jetë më të mirë. Kështu që jeta më e mirë është në gurbet. Unë, t'isha kthy, ndoshta kisha ikë prapë në gurbet. Edhe pse njëherë në moshë 3 në të adoleshencës kam qenë, po isha kthy edhe njëherë. A di sa herë e mendoj si opsion që ta me ikë, po diqysh që ki profesioni jonë, do këtë na lidh. Është interesant. Kjo është e bukur e profesionit edhe sikur filmi Vizita Mor e bukur edhe bishë që ceke është bukur është i bukur emocion e ky profesioni është po një ëndër e bukur apo një sakrificë. Kështu që dyet ka e bukur edhe bishë është kjo jetë sidomos profesioni. Tregom tash është për një ëndër e bukur aktrimi është sakrificë. Kështu aktrimi është tepër ëndër e bukur. Ama brenda bukurisë është edhe ajo sakrifica e tepër, sidomos në këtë kohë moderne, që besoj i ka hup pak vlera aktrimit. Tash është pyetje shumë delikate, po vërtet i ka hup. Vlera sepse tash panaj ofendim diçka ka dalë shumë kushe dhe çdo kushe po mundet me bëj çdo gjë, sidomos përmes teknologjisë. Edhe tash si ka ardhur kjo teknologjia e avancume dhe shumë e shpejt, dinamike, kështu që ka marrë një kohë na nuk kemi me lujt veç kur ta shohim veten AI atje. Na zaventon. Po, shumë vërtet. Kjo është një frikë që është të ardhur, por besoj se prap shpirti ka me ekzistu shpirti i aktorit apo artistit përgjithësi. E kanë bërë edhe një film me AI, kjo po. Një film me trazhit shkurt. AI, po. Do me dhe nuk ndohë, është kejte e bome me inteligencë artificiale. Shumë mirë, qështë. Mira, e tani që s'ki me pas punë, qka po tu? Po, punojmë në shka. Qëto do është ta me ty? Rënov boshtelat 3 zalë në të mend.
Kthej më të rrojë, me se punu unë si bashkëtell kam aktor. punu më herë. Po, E se që aty, ai s'ka shanca me him, na marr punë. na shqiptarët e gjejmë gjithë një punë Ja, kus u më në zavencu bëje. edhe ajo, u zavencu, pse jo? Po, kus Edhe- hen bageri. Heli Ismaili dhe Fatoni. Interesante, kur keni vendosur me studiu aktrimin, a keni menu që ka më konë që ka sfiduese dhe sakrificë më shumë se sa ëndër e bukur ky profesion? Shikon, A veç keni hi kështu të Jo. kënaqemi në këtë punë? thjesht unë e kam dash profesionin, Okej. aktrimin. Pas një periudhe 5 vjeçare që kam jetuar në Francë, Paris, domethënë te familja, Më Ismail. Edhe jam kthy. atje, po. edhe shumë e vërtet, jam këty për aktrim. Dhe që Edhe aktor po ta du mu kisha bo. mendu, edhe ta kisha ditë se kjo sakrificë ka me orë sot, nashta isha kon prap atje, nuk isha kthy. Por prap nuk i bi pishman se kam kalu në për gjanat bukura të aktrimit. Me sakrificat bukura kisha me qujt, edhe pse janë të mundim shumë, por kur e shën në fund që ja ke arrit një gjë që ti ke dasht, ajo është e bukur e gjithë kësaj e gjithë këtij aktrimit. E vërtet, unë shpesh i kom dëgju njerëz edhe në intervista, njerëz të sukses shumë të ishin, duhet shumë punë për me arrit një sukses, edhe unë isha vetëm të punu, po nuk isha aty ku do isha me mri. Dhe Ki punu të shtëpia. edhe tash O, kur bo, përshos sa rrefshina, shumë po, ato e punë bona. realisht duhet me Pllakut bo, i lajta. veç pak me mri sukses ose pak me mri një qëllim që te e ki njët, tani krejt e kthejmë në ato që ja ka vlejt kur e marr me atë Shë, në fund ditës, mrapa. ndoshta shumë hekim në për projekte, për gjane, në për profesion. Por mbi gjithë e bukur e kësaj është mendimi im është personal. Mbrëmje kur shkon në shtëpi, kur shtrihesh me fletë, e mendon personazhin, e mendon projektin, je në proces gjatë gjithë kohës, nuk je vetë. E vërtet. Je mishru me personazhin, me projektin, me kolegë, në kontakt, në muhabet, në gotë, në diçka, gjatë gjithë kësaj, është e bukur e kësaj. E ata të shtëpisë, familja, ja kanë pranu si profesional, jo thonë që në punoni diçka se sa nëse një të bo. Jo, familja së teme e kanë pranu, për dim pas babit e që kjo është ma puna. babës, ku po shkan, ma kap. Mëse marrë vetën qatë. Ja, kryesisht kanë përkrau. Sigur Edhe vazhdimisht. njoni shka i të studiu tokën student. Arte dramatike. Ja. Dramatik. Dishta edhe mi falendëru sponsorat e emisionit ton, cilët janë dy kompanit vendore më të mëdha në vendin ton, kompania Royal Beverage, e cila ka shumë lloje të pijeve në treg, e ne në studio i kemi disa prej tyre, dhe kompania transportit Viator. Kështu që pa sponsora, kot. E Exona, ti çka menon për aktrimin? A është i bukur apo sakrificë? Unë mendoj Se që ti na i bën edhe pyetje. Po, Apo fatun, po, na pajtohesh edhe ti? Pajtojnë. Tash na këtu s'kem marrë aty Mu pyetje nuk- për gjë, kështu jo, na mu po i nuk- bëjmë pyetje. Mu nuk më pyti kur gjonë, thash, Exona, dalë që ti. A dal të rrijasht. ti po të kursej, faton, më thuj tani, Ja. am tha para emisionit të mu mos më bësh shumë pyetje sa më shumë Ismaili. Ti Po, se Ismaili ma- për bën pyetje, unë veç Ismaili më i madh. Ja. Gaga. Exona për bën pyetjen e kryen çto të poshtë menu se mu po vetë. Unë mendoj që profesioni jon aktrimi, më saktë, është i bukur, po më shumë ka sakrificë. E kretë këtë sakrificë na e kena një mjeshtri, ndoshta me punën tonë, me profesion, me kthy me një bukuri ose kënaqësi në përfundim të krejt punës që e bojmë, kështu që unë besoj që lodhëm, sakrifikojmë edhe në fund gjithë e kena një as menimi ja ka vlejt. Edhe për çata veç ideja kur ta mendojmë në vendin ku e ushtrojmë këtë profesion, para mendosa të fortë jena. Na funksionojmë me dy vende të vogla, unë edhe punoj më shumë në teatrin e Kumanovës, që bëj me një vend vogël, e në si qendër, e si hije dy qendrave më të mëdha që është Shkupi edhe Prishtina, ku mundësit janë pak më të mëdha se sa në vendet tona Kumanova, Presheva. Kështu që na për ne kena sakrificë edhe forcë me bë këtë punë. Po veç dëshira e tepërt na mban, se për ndryshe E vërtet se me të mveshtuan ku akne më thënë. jo çdo kush i mund me përballu, po E vërtet. na jemi të fortë, domethënë gjithmonë në për vendet të vogla gjithmonë janë njerëz më të mëdhaj, aspektin shpirtëror, aspektin vizual, e gjithçka. Nëse mos lëndroj. Paton çka menon ti? Shka për në tërvicët? Çka menoni ju për Tregova, atë kanë ndodhur ndonjëherë me harru tekstin shfaqe. Atë Atë kanë ndodhur ndonjëherë mos me harru. Atë kanë ndodhur njerë me mësu më kohë tekstin.
Po, më ka ndodhë, nështë jo shpesh me thonë se I bje sikur mos më konë principial në punë, po në kom qef me mësu për mend, që mas nej me prit kur po ma thot, aha, edhe tane me vazhduan. Po, normal, mësoj qysh duhet më mësu, me ditë logjikin e fjallës, sa mas nej edhe nëse ma ndron partneri, e di se shka kom I thonë. Që për me lujt me mu, me pas partner. Me pas partner, më dush pak me mjoft, edhe me ditë se shka po do me thonë kjo. Se edhe nëse ja huqe, vazhdan atë. Është interesant, unë më ka ra shumë projekte me punu me ty. Dyqysh më pëlqen shumë energjia jote se ti punon shumë edhe jashtë teatrit, edhe gjithë e shoh atonin të punu dikon me do ngjyrë edhe me qelen atë ngjyrën edhe nga në prova. A herën e fundit takimi ke ma I mirë. Takimi që shkum për projektin e fundit. Që kem të pi kafe të Fatoni, kur e pam këtë të ly. Po, dhe që ta të gjithë është dyqysh të punu O Fatona, po vjen, që veqa pak, prit se erdhe. O, një 2 kilindera më kanë me. Kapuqin, krye. Tur ngjyrë dhe në prova, hajde kolegë. Ma e forta djejem konë parlament këtë me ngjyra. Unë e s'parer, po. Po shkojmë në parlament Maqedonisë. Një shoku tonë me dhonë për krahje me një televizion të Maqedonisë, në radio televizioni Maqedonisë, për antarë bordi më bo. Edhe kështë të punu edhe menova se duhet vish me shku diçka me nënshkru atje, edhe është bona gati te salla Boris Trajkovski. Edhe thash me sigurit ajo salla e sportit që është ka bazen aty tenis e keti janë sportit. Ku po shkojmë te Kuvendi, aty salla e Kuvendit I shkon Boris Trajkovski. Kur peshati ato kitë deputetet, ma që në kërkomion e ku, thash fata, ja njësa mu drillëvet me vete, se disha shautu bo, ke fjallat e ngjyra, dur të kitë ngjyri, po. Deri në kuvenda në parlament. Pa, unë shkova pëshe si... Po një njeri punëtor, që shto gjithë dhëtë më doka, se këshëret që është klasa punëtore. Pse është kjo ideja dhe që gjithë artistat anë kohën? Unë e kuptoj se nuk është që I kena kushtet normale me funksionu, po si ti veç që që ki punë, po dhe kes si kena. Direkt në ankesa shkojmë. Këtipe. Jena mësu vin start, ha? Po, mos më anku, në alojnë e bëse mirë këtë janë s'po folën, kështu është tu, kajtë vala katastrofina. Ose menoj që nështë prej ati mendimi, qka jeti artist ose aktor, që ato kuft, ju knaqnu, ju sansboni, ju spunoni, e tash për mja ndruat me mendimi. Ja nisëm kahëm. Nisëm ankohëm. Edhe në fund, të ne edhën ka 10 euro. Që për dili pine ka një kafe. Ku punon të në teatr. Hajta këtra diqka. Ku punon të në teatr, aha, mirë, po shka punon? Po aktor jam. Mirë be mirë, shka punon aty? Ma konkret. Shka punon ty? Ose, ajo, qka je aktore, hajtë shtërën pak me kesh, edhe njerë më patartë këshu mja kësty, falë qka je ti ekonomist, hajtë logaritmi do numra qëto, si ti qështë është i njëjti sanë. Qka po menoni si profesion, a është mjaftu shumë I pagum financiarisht, apo gjithë qështë du të me pas një biznes tjetër, ose një pun tjetër me jetu? Unë menoj që aktrimi, personalisht flas, unë shpirtërore, thash edhe pak para, shpirti me mbaj gjallë, a për barkun, me mbaj do të për projekte private, për ata që janë të punësum në për punë shtetërore, flas. Ata që nuk e kanë një rrugë bazë. Se na fatmirësisht në Maqedoni e gëzojmë një rrugë shumë të mirë, kupton. Nuk ban mu kajnë këtë aspekt. A kupton se mos kallëzo se na mori. Jo, seriozisht po e them. E tash nëse ka këtë formë pavarësisht sistemit, e kupton, çmimave, gjanave ajo diçka tjetër, por të pas një rrugë bazë aq të mirë, mos cekit është numra sa që është tek, po. Se krejt qonë tani me studio aktrimin. Nuk ban mu kajt, a kupton? Po foli kështu realisht. Po. E tash, pse na ta gjithë se cili nuk mundë me pasë roli kryesore, se aktorë është I prirë gjithmonë për me pasë roli kryesore, për me tregu vetën, që është shumë normale. Pse, na jetojmë prej dora trokitjeve, prej emocionet, a kupton, e kjo nuk ka çmim. Pas, përveç kësaj, ajo për barkun me mbajt, me mbajt familjen, e gjana diçka ekstra që ti do me jetu një jetë ma jashtë normale, sa pak, me një standard më të nalt, atëherë është një punë ose një biznes që me mbajt, edhe I ki kushtet, edhe aktrimin e ki shpirtëror. Por prapse prapë është profesion. Sikur ai që punon në administrat, sikur na që punim teatr. Vetëm se ata në administrat janë ulën,
çat punë kanë, na kërkojmë role kryesore me shku nëpër festivale, me na njohën njerëzit më shumë, me marr në çmim, mu vlerësu puna jonë që bëhet. Na thjesht e bëjmë për mu vlerësu. Në vërtet. Çush është ajo ndjenja kur në rrugë njerëzit ju njohin edhe duajnë me bëni fotografi ose ju përshëndesin për shkak roleve që i keni realizuar? Shiko, është një ndjenjë është ndjenjë e veçantë, është ndjenjë shumë e mirë, sepse ke arrit diçka me plasu te publiku. Sepse kur vjen ai më fotografu me ty ose një muhabet më thoni bravo, është një ndjenjë krenarie ndaj vetë, ndaj profesionit, ndaj dinjitetit tonë, ndaj moralin, ndaj gjithçkaje. Edhe normal tash ti mendon, okay, ky do me thonë pas ka pëlqy kjo, hajde tash ta bëjmë diçka edhe më mirë, se nart nuk ka fund. E bukura nuk ka fund. Gjithmonë mirë, më mirë. Gjithë secili është ndryshe, rolet, personazhet që i bojnë, skenat e gjithçka. Kështu që për mua është një ndjenjë shumë e mirë. Se do me thonë kam arrit diçka me bëhet te publiku. Pavarësisht mirë e keq, tash na i kritikojmë Hollywoodin, ç'është kapacitet na që kemi kritikojmë Hollywoodin te hapësirat tona këto në shfaqje si film ose serialin nuk i kritikojnë. Është me sa normale kritikë. Gjithë secili ka shijën të ndryshme. E vërtet, kjo punë është me shije. A keni menduar kur keni filluar studimet në akademi me shku drejt në Hollywood ta kryeni fakultetin? Vitin e parë, vitin e parë në Hollywood, vitin e dytë jo në Amerikë, po ka Europa, çto vitin e tretë në Ballkan, me diku në Zagreb, në Sarajevo, në Tiranë. Bosim festivali Sarajevës. Vitin e 4 Shyrë në teatër të Kumanovës, në zona. Po nejse, adi. Edhe në fund, ma e mira, kur thënë, s'ka konkurs. Dush me prit edhe pak. Eni me çka mendoni për audicionet? Audicionet? Qërë? Tash po flas kështu hapur. Jo, unë ju njoh për djem shumë sinqert edhe drejt për drejt. Unë flas shumë hapur e shumë sinqerisht. Ka audicione të tilla që sinqerisht janë të tilla që i bën shumë mënyrë reale. Që kërkojnë vërtet audicion për të pa figura, se jo çdo regjisor mundet me ditë ndokan. Se audicioni është një shkollë në veti, mendoj është mendimi im personal, okay. Audicioni është një shkollë në veti. Në Perëndim ose në Amerikë tërmi që u qel muhabeti Hollywoodit, atje ka shkollë special që shkojnë njerëzit mësojnë për audicione. Se çdo herë ti mundesh me qenë shumë i mirë në audicion, po kur del në film ke diçka tjetër. Se është realiteti me audicion është momentale. Është ke të bash me emocion, me shtypje 2-3 minuta. Po, ke të bash me emocion, me logjik, me energji, çdo gjë lidhet. Ndoshta në atë moment ti je shumë i mirë në audicion. Po. Po ti kur del me xhiru, shem hajde po supozoj për rol kryesor dhe kur është në set 300-400 veta, ke diçka tjetër është. Edhe unë i kuptoj këta të audicione shembull që i bojnë. Që janë vetë aktorë dhe do me thonë kam pas shumë përvoje të ndryshme, të hidhurat të mira, kupton. Edhe i kam kuptu. Por ka dhe audicione tjera që i bojnë formalisht për arsye nëse financohen prej shtetit, për arsye me arsyetu si procedurë që është shumë me sa normale. Por më e dhimbshme është kur thot jo, unë jam shumë i transparent. Edhe me aktorë ti marr ato që e meritojnë. Kjo është tepër. Po dhe ndodhë që edhe shoqënisht pak i dajnë rolet. Ka dhe prej atyne që bëni me ja japin rolin dikujt me merit që është, po ka dhe prej atyne rasteve që ja japin shoqënisht. A të ka ndodhë mu dëshpru në herë me shku në audicion me shumë shpresë me fitu rolin edhe mu dëshpru? Po ka ndodhë, po ndoshta atëherë në fillim jam konë mas e kom kry fakultetin. Kom shku me shumë entuziazëm edhe kom thonë pse Supranova dhe ose ku është gabimi ose ku diçka, po nuk ka që më ka dëshpëru që i sen, më ka e kom mësu një sen. Të motivon ma shumë. Ma ka dhonë një motiv ma tepër për me mësu, me punu. Jo çdo herë mundesh me fitu audicionet. Po normal, diskutojmë. Edhe po t'jesh i popularizuar ose diçka, kupton. Po mundesh me fitu shembull kur është vërtet ke mri, ke marrë një çmim prestigjioz në Perëndim ose diku, atëherë mundesh me marrë një rol që të një regjisor thotë, okay, ky ka diçka që e ka marrë këtë çmim. Se për në Ballkan dihet se si janë çmimet, sidomos Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovë se si ndahen çmimet. Këtu plus minus jemi aty dhe i dim ku jemi, kupton. E këtë njëhem për atë. A por audicion është me sa normale edhe nëse nuk merr,
Po më e keq është kur e cek edhe ti që thot ke fitu rolin dhe kur e sheh kanë fillu xhirimet. Dhe e shef në Instagram story. A mos jam të flet hala. Po dhe më ka ndodhur, s'po cek emra. Okej. Urime për rolin. Jo, po kjo, okej. Hin në Instagram story producentët. More thash, m'falni, a keni fillu me xhirime? Tha na falë, ta kemi arruta me treguta se nuk jeni përzgjedh. O, zote. A unë kam pas me në shkruar kontratën. Nëse. E di, për që ata unë shpesh herë thom, pa e nënshkru një kontrat, ose ma sakta as kontratave, mos po më imi besu 100%, po pa bash pa fillu në proces, nuk thom që jem të punu me një projekt, se vëq thojnë, dush më kam pjesë e projektet je përzgjedhur, vëq me shemas një kohës si e. E për që tanta që audicionit janë edhe të mira, po edhe të këqija, që janë shumë mesa normali. Mu pa ndodhë një rast në fakultet të ukon, me një audicion shkum edhe ishte edhe një djallë me emrin Fatan. Okay. Edhe shkova mysafirës diku me nejt me të shpisë. Urime Fatan e ki fitu rolin ashtu kështu. Okay. Edhe faleminderit shumë, ajo kjo gëzova. Çka që kena menu ditën për ty edhe me ta pagu. A je nesër këto? Në rregull tash shumë i kënaqur ajo kjo. Edhe nejse po shkon një kohë, po menoj. Kur ka bo telefon. Tha na fala më tha. Një Fatan tjetër. Ai Fatan ka fitu. Edhe mu kesh, edhe me ke kesh për vetës. Edhe e limojsha vetin, e thash hajtë se s'ka lidhe. Ha ka jetë. Ajo ka ndodhur. Edhe ma mirë që s'kom shku se ka dalë projekti keq. Apo she, çdo gjë ka një të keq. Po, edhe çdo gjë është me arsye. Ndodh me arsye. Ajo ka ndodhur. Kishte marrë mikrofonin me veti. Mirë se na ndodh në Kumanov. Na dëmtoni. Ajo ka ndodhur me punu me një projekt edhe për shkakun mos më pagu për atë punë, edhe pse jeni marrë vesh që duhet më pagu. Jo, se për ata thojt në fyt jashtim. Jo, nuk ju ka ndodhur. Jo, kanë. Ndoshta më pak na kanë paguar. Më pa hiç që kanë lënë. Do thonë, shive, po këshirbe këtë herë që ka, që di se qa që i financun, a di qa që patëm sponsor. A më ne e morë vesh ndryshim. Po më pas zotin, herë tjetër, pasha zotit i pari, kemi më pat kompenzor. Rol kryesor kemi pas. Po mirë. Relativisht mirë. Shto kemi me punu, pa pages kemi punu. Po, unë jam shumë okej kur mirëm vesh me kohë, s'ka pare apo punojmë. Ama jo me thonë, qka që ki honorarin ose pagesën edhe në fund të mësë me të dhanë. Në ta bëjnë, a je nesër këtu? Nesër dil mirë i pare. Ose s'ta këthejnë mesajin, mos lejmë romi që tukën. Sin. Sin. Tregom një pak, a keni pas në i moment sikletshëm në proces të punës ose... Ti a ki pas? Ti ta dves me Do me thonë këtë pytjet, unë e kuptova tash. Unë e kam pas, moment sikletshëm në Bujanoc, po këtë qytet. Me shfaqen ku fomat e gjalla, me Musa Isufin. E patëm bo premier më duket ka qenë, po nëse s'ka premier ka qenë ku fomat e gjalla në Bujanoc. Premiera seri pri diçka plus minus, po kjo fillimet e karrierës, do me thonë. Ta adolescencës. Karrierën e pas ke fillu në Bujanoc. Po, realisht. Pas ka me të e smarë. Edhe marë ka e. Edhe është e smarë. Por po që jemi konë me një vend atjo që... Le t'je së sekret. Në modë se sënë kem shku si vjetë. Kështu, edhe shfaqe ka qenë shumë e ngjashme. Asocimet ka pas shumë brenda shfaqes. Fillim në mes mesi, diku para fundin, në fund, fjalit kanë qenë të tilla. Edhe fillon shfaqja 5 minuta. Mas 5 minuta dalin fundën edhe Musaj. Po shalom. Shfaqja me 2 aktora. Po, me 2 aktora. Shfaqja është para pa një ore gjys, po shfaqja isha për gutë, parkingun me pagu. Për shkurti. Nuk e kije rrena. Shkum dolëm në fund. Çmë kthuj tani. Musaj luke një invalid në karrocë. Uçu. Intelektual. A kena kulis me nga kajdu. Amane. Luis me këtë se unë i graj. Unë kulis, unë e të shlu. Aj muzika që ne shek edhe dritët. Ka pas tekstin. Me që me këtë. Ku jeni? Po, a unë po ta fu të perdët, në qësh,
Edhe mësoj, e hupëm tekstin. A më ju harru tekstin, apo? E harrum tekstin, doli në fund. Edhe veç më ka kështu mësoj kështu. Çka ka bo? Ai e luken intelektual në Kolic, po drum. Veç më ka dhënë libër, tha. Lexo, tha, shkollohu, tha pak. Edhe në meta. Tekstin e shfaqjes ta çiti? Jo, një libër, kështu libër të vetën që i lexoj ke, e kupton? Aha. Libër të shfaqjes, rekuizit, po. E tani ç'shën gjetët? E kam marrë librin, lexo, edhe prej natit Kujtohet ti. Ngoj prej natit ja nisa me kajton, se shfaqja ishte momente që hym po drum edhe mbyllën rrugë. Mbyllet edhe ajo ku lishojmë shkallë hupin. Ishte pak filozofike kështu Drama. Po dram, edhe hym po drum zhdukëm. Mbesim po drum, edhe për çat arsye aty personazhi mësoj mbetet edhe nuk del kurr. Edhe unë lushë një personazh hajnin. Edhe hym po drum iki prej policisë, shkallë zhdukën, ajo ku hy aty zhdukën edhe mbes. Po nuk ishte puna për me kajt, në fund e kisha një monolog që dashke me kajt, edhe kupton për jetën, për familjen, për gruan. A kupton se në fund e kam atë monologun që ka edhe në fund vdesim dytë. Se s'kemi ku rrugdalje. Edhe prej natit unë, s'kisha që kam me bo, ja nisi kaj. Kaj unë mësaj, pa që për nisi me kaj, veç ma ka këthy shpinën, dhe ka nis po shkrun. Ai që lëshek muzikën. Pasën të shumë me morë tekstin jashta. Ku me dal, jo mi thë Po dhe prej në bezo, pa e këthe në prej fillimi shfaqen. Jo po mi... një mesën ki dal, harrova. Ka pa që me dal, po dronë. Po dhe po. Se ti shkone... Po dhe në shfaqe. Ti shkone e hapën kështu shfaqja pa, më po dronë. Po nëse se këshim po, këshë edhe një katë ndër tokë është. O dasht, mi e thëmë falli, a ban leq pak, se jam në zorë. E ma ban, me tekst. Unë e këthej shfaqen prej fillimi, a kupton? Tankohën, e lexoj kaj, tankohën, edhe e këthej skenën. Dialogot me mësoj me vetëm, më kujtohet. A di çfarë shpëtimi? Yes! Veç e kam morë librin, e kam gjytë kam mësoj. Lexova! Jo, shfaqen në më të fort, e kam gjytë librin, e kam shku mësoj, në datë nërvojt, e kam këty ka vetja. Si ti këthena me teksti? Kur shokës Ti shka. fatan? Shumë e sikleqme. Unë si dive, së më kujtoti shka, që dhe një kiks madhe. Fakultet më pa ndodhë një herë. Kemi pas stres shumë qatë periull, se di pse edhe patenar publik shumë e na pa, që shvinë provimet e fakultetit mi pa njerës. Pa të konë shumë e nëzet. Ekstrem nëzet, edhe kur të kishë stres, të hyp një farë muni, dola në skene edhe kisha ka publika me hy. Për ja nisi me folit, mu trash gua, si sa Liberisha ja nisa me folit shfaqe. Folë që që shto, ishme ajo Aisha, kolega ime më këshërke. Po, qash panike ma dhe ujnë e kisha pas në tavolinë, veç me pas këthy kryt, me pas pi dhe uj. E luqa zotin, dhe qysh me marrë dhe një shi me ranë teatr më renda. Shumë më pat pi uj, gua më pat rash një 15 minuta, 20, qashtu e kom që, po edhe student, jam kom viti i dytë. Po, tu ka falë. Jo, ajo, po se po ndash më ka falë, po s'ko mujtë mu gjetë. Ashtu, të shkon tash njeri gjindet ma letë, dhe. Ka da se po e merë alti me vetë. Të marrë mikrofonin. Mu më ka ndodhë, haj, më falë. E qashtu, valla. E qia të ka ndodhë? Edhe mu më ka ndodhë, në ndodhin ka njerë kësi situata sikletshme, po ma e sikletshme që unë e gjithë të kujtoj është të shfaqja Vdekja dhe Virgjëresha në teatr Preshevës. O ka një moment ku takona me dhunusin edhe në qatë moment më vjen me vjell. Edhe kisha skenën me dalë më rapa skena për 1 sekund me uj, Afeida ishke të mprit me një kof me uj, që mi la sytë edhe mu bo kishe po vjell edhe mu kësi për 1 sekund në skenë. Kisha me pas ftyrën e lame. Edhe Afeida e kish kap një kof edhe poshtë ish konkret me bira. Tash kur ka qit Afeida uj u bo në skenë, më rapa skenë e krejt uj. Unë kur kom hinë në rapa skenë veç kom rëshit kështu vumë edhe kom rënë tokë. A, për që te pas këm prejë dhe skijet. Edhe ju më që për 1 sekund, ju më nisë me dalë në skena, Afeida, sa e ka zgjatë dorën me më thonë, nalu bile që të cohu pak, unë e hetë qashtu kom hinë skenë, tash unë dola me vjell informata publikut ke qashtu, e më rapa isha bo krejt uj.
Tash më kopja i sikleti, menojnë publiku çka kum bëu në mrapa skena. A ka vjella ka kryj nevojën. Po bash. E çato se harroj kur rrugon shumë me siklesh me derisa u kry skenat, shfaqja komplet tani. Kështu kiksa skena. Unë për veti s'kam pas shumë me kesh, si t'ja nisi me Edhe kesh. që kjo ndjenja me të kap me kesh gjatë shfaqjes. Shumë me siklet që më është. Keshi pa lidhje. Njëherë kishim një shfaqje me Kushtrim Bektashin, shfaqjen Mandragola. Edhe unë isha një interpretusin, e lusha interpretusin, këto prezentusin, interpretusin, se u lidha këtë. Prezentusin i prezentojsha aktorët e, si pas na ik mikrofonin, apo Nina? Po, familje. E prezentojsha këtë skenat që është ndodhin e jo kjo. Edhe në fund komplet, në fund shfaqjes, e kisha mi prezentu aktorët, shembull, Ismail Kasumi luke rolin e Kalimakos. Ismail Kasumi Kalimako. Edhe Janisa Kate në fund e harrova dikon, edhe këto po ma bojnë, thash ku edhe Janisa me kesh. Edhe pianisi mi prezentu Ismail Kasumi. Të bash me nalë. Ose në nalë atë pëse po kesh. Kesh në publika, kesh unë. Pa lidhje, tu kesh. A ma e vështirë në skenë si aktor në rol me kesh, a me qajt? Unë mendoj me qajt. Unë mendoj se gjendjen emocionale dush me pas shumë. Unë mendoj ma zërëshme, cilën do kohë dush me përri gjendjen emocionale. Nëse arrin me përjetu e njëjtë. Për me qajt është pak, mendoj. Të dy, nëse i bën original mirë dalin, a mund është me qajt edhe falc, edhe me kesh falc, falc i shifët. Po këshore tash, ka evolua dhe aktrimi. Ka të ndryshme metodat aktrimi gjithë se cili tash. Fatmirësisht kemi njohurije, kemi internete ku lexojmë, ku shohim, ndjekim lloj seminare diçka. Ka dhe metodë shembull për me qajt. Okay. Po, edhe ka metodë për me qesh, po kretë është më e bukur se është kur e ke organike. Metodën edhe me kombinu metodën edhe organikën. E vërtet, sa më të sinqertë dhe unë e di edhe një metodë tjetër. Metodën indiane. Mas perdëve, shkellëm, ding. E këvat video. Ushtë rëngu. Ose një dy kep. A keni ndonjë ritual që e bëni para se me dalë skenë, për shembull para premierave zakonisht? Po, normal. Koncentrimi ma shumë, mi liru kitë muskujt, më konë 100% aty, mi hek telefonët një 2 orë para 3 orë. Sa me mujtë mi hek telefonët prej... Mos me na pengu, se Janisin shkujnë a me ki da biletet, a ma ki leon një bilet, unë pësën po vi dush me informacione pa lidhje nga konkreta, kështu e le, gjuhë telefonin dhe fokusohesh. Kjo me e bukur është, me përmenta është nuk ma po kështu, për e them. Të shku, për shembull, se gjithë aktori para shfaqjes, edhe ka nevoj me pinë një ujë, diçka, të shku në WC prej stresit, edhe të shku në WC del në kur për të djera. Hey, Ismail! Ti e s'ken! As më mund është një bilet më magjeta. Kësh cool, me adhëtor, të lyp diçka tjetër, një bileta, s'ka mësia. Hajtë be pash, familje. Po të ngarkojnë me si informata pa lidhe. E kështu zakonisht si ritual, që kjo është? Bojnë nëzemje, është dërvjellore këtë nëzemje trupit, me këthuj me ledzu edhe njerë tekstin ku je dikun ma dopt, ose me partnerin, me diskutu diçka dhe një marveshje që edhe me regjisorin e bon mrenda kohës për diçka ma mirë me dalë për shfaqjen. Cili ka roli që e keni punu deri çtash dhe ju ka pëlqyer mas shumë ti ose jeni një mas mirë ti kur keni punu në proceset dhe tani në fund si finalizim? Mu ka pëlqyer mas shumë ti roli i ketë. Pa marrë parasysh, po njonit le pak ma, që do kush ma mirë, ma interesant, ma rahat njësh. Roli i Desit, te shfaqja fishkëllim në Errësirë. Po. Unë ka pëlqyer ma shumë se kom bo dhe një karakter pak ma ndryshe dhe jam një mirë shumë. E vërtet. Kemi qenë bashkë në shfaqje. Bashkë kemi lujt aty. Ty, Ismail? A kinaj rol që i kështë veçu? Këshërët është, kretë aktorët janë pak egoista. O këta në gjithë se cilë aktorët është mundet me i përmjenda të rolit kryesore që ka lyta, këpton. Po për mund nuk kam në rol që mundet me veçu se gjitha janë të mira. Si rol kryesor, si dytësor, si tretësor. Sepse ndër Zotin kryus na jem, këpton. Edhe tash gjitha rol që e bëjmë e kryojmë.
në çfarë forme. Edhe çdo krijim i jemi, domethënë është e arritur për personazhe të tjera me pasë ku jem dhe kus jam. Edhe normal, kem gabime, e tash çdo rol që marrim mendojmë për gabime, çka kishim mund me bërë për atë rolin e kalum. E çka mos na bëte ky. Edhe vazhdimisht janë ato rolet në vazhdimsi që janë bukura më të bukura. Kështu që nuk kam ndonjë rol, kam krejta për qefi, për zemrë. Super. Nuk ka do role që s'm kam pëlqyer hiç valla, po dash me lujt edhe tash. S'ka bën. Po da. Detyrohesh kanë herë. Jo me zor dosh me shku me punu edhe. Po unë kom një regjisor Janë do zakonisht. role jo falimderuese, dhe këto rolet ai autori ka shkrimen për me shkruajt atë rol. E na Po mu shembull si faton nuk më ka pëlqyer, edhe nuk u kon falimderues. Kjo ndodh për shkak kur ti jena të punësuar në një teatr, dashëm kanë herë imponohet me punu në projekte të caktuara. Javën e kaluar kom pas kaqën si regjisor në podcastet dhe zakonisht ta regjisorët thonë na imponohen aktorë që janë rezident, po edhe neve aktorëve njëjtë na imponohen disa regjisorë. Se kur kush na pyet, a po doni që të regjisorat, që të regjisorëve shtojnë me çto keni me punu këtë vetë edhe u kry kjo punë. Ose regjisori nëse hajt që e zgjedh regjisorin, po regjisori mas nej nuk mundet me thonë apo doni çë tekst apo doni çë tekst. Kështu ndoshta kisha më bën ndarjen e aktorëve. Pra po shmendimi jam pa në keq kuptim diçka ndaj regjisor apo producenti. Për film kisha më thonë shembull fizikusi është shumë i rëndësishëm për film. Po normal talenti, energjia, emocione, gjithë. Po për teatr dush me qenë aktor tamam. Do të thonë dush me pas potencial. Dush me qenë shumë energjik, shumë i talentuar. Se teatri është ngjarja ndodh aty dhe është live. Është gjithçka drejt për drejtë dhe kur e dëgjon shembull të 500-in shikues atje të marr frymarrje. Ty zemra koprej për emocione. Teatri mendoj që është shpirt që aktori do të me pas shpirt tepër me qenë i talentuar. Jo çdo aktor mundet me luajt çdo rol. Por jo edhe çdo regjisor mundet me marrë një aktor që shembull pa ndaj keq kuptim të aktorëve diku që e merr për rol tret ose rol kryesor. Po s'mundet me një aktor me luajt çdo rol kryesor ose dytësor ose epizodik. Por unë jam kundra kësaj që një aktori nuk është i talentuar me provu një regjisor shembull më dhon rol kryesor. Se çdo gjë ndodh për një arsye. Por në jam për një dhon hapësirë, një aktor që është i talentuar. Shihet aktorin s'ken që është i talentuar. Po normal. Nuk ka ndaj filozofi, është çështje ndjesie, tash çdo regjisor është ndryshe. Por unë mendoj jo çdo herë, çdo aktor mundet me qenë Skifaj kur janë nisë më vojë Ismaili shumë serios tani. Pas të s'ka me lënë me folë seriosisht. A ju pëlqen më shumë puna në teatr apo në film? Po çfarë kesh të shpjeguar drejt që ta Okej. Po çfarë kesh të shpjegoj? Na fal se nas ku shmikon të ngu na fal. Jo, nuk është ngu valla. Ai gore pak. Po çona po shkoj krejt. Tani. Për mua ne them që teatri është shpirti, e thashë pak para edhe për rrugë, sepse në teatr aty mëson hapat e para të një personazhi. Si lëviz, si fles, si shikon. Domethënë janë motive që i mëson të gjithë kohës. Në film është aty ndodh ngjarja gabon e kthen. Po. Kthen vetë herë 5 herë 15-23 sa është derisa regjisori është. Po aty shembull edhe pse procesi është një muaj ose një muaj gjysmë teatr është i bukur se vjen vazhdimsi. Se në teatr këtu në film një total shkon regjisori ngro plane të mesme edhe është gjithçka që shihet mbahet kujtim filmi, domethënë më shumë komercial. A teatri është shpirt. Për shembull, më pëlqen tepër teatri. Sa aty frymoj ndryshe, lëvizi ndryshe, shikoj ndryshe, flas ndryshe. Emocionet shumë të veçanta i përjeton. Emocionet janë më të veçanta. Regjisori s'mund të të prej pjesë më të mira në teatr. Në film në montazh. Film kur ta shef se gabim ke bë diçka tani. Në film kur ta shef vetëm, me bë me çullu dikush me grip në publik me pa në film, shkoj skena jote. Ndodh që në prova në teatr ka momente në prova që ti mrin emocion shumë mirë të caktuar dhe kënaqesh me çata. Nuk është që tani ti s'monësh me rujt si aktor, po nashta në premier pi emocioneve, pi stresit, bashkë çato s'monësh me mri. Në film çat momentin më të mirë e ki xhiruar dhe si emocion të qysh. Qëra, dhe që është puna teatrit? Teatri është
shembull kjo që ushtron gjatë gjithë kohës. Po. E kjo është e bukur e teatrit që vazhdimisht i mban mend kreta çka ke punu gjatë procesit 1 muaj gjys ose 2. A për të emocioni kur del para publikut me 500 veta ose 1000 ose 200 ose 1 ose 3, është emocioni herë 2 herë. Ka disa aktorë që e humbin kontrollin e emocionit. Para publikut. Është shumë e vërtetë. E merr publika me vete. Po, në film na jemi qenje njerëzore. Prej mishit, prej eshnë, prej këtë një gjana. Edhe në film, njëherë mundesh me kap emocioni si duhet. Jo çdo herë. Jo çdo herë, se filmi tregon shumë çka. A teatr mundesh me manevru, me zhonglu me emocionin me raste të tilla. Po në film veç një herë kapet emocioni. Po e kapi shembull kamermani ose regjizori mirë, po se kapi tek e fundit të sheh që e gabim të lën në plan të mesëm ose të lën total. Po. A në teatr mundesh me manevru. Mendoj, pra po është mendim jam, apo kupton, jo që gjithherë unë çka them është e vërtetë, apo jo thotë. Po patjetër. Taksem pak seriozitet. Kryve egzon. A je desën Kumanov? Po, çdo ditë në Kumanov në prova. Kumanova për mu realisht jam shumë falendëruese u koni një shpëtim në këtë profesion. Joni më thonë çfarë doni. Një shpëtim. Sinqerisht unë jam shumë falendëruese që punoj shumë në teatrin në Kumanov. Kumanov dhe një shpëtim. S'do më thonë gjithmonë. Me vjerën shpresë. Po, kom punu shumë projekte që 7 vite gati atje me regjizor që nështë Presheva s'ka pas mundësi mi pru, ne kom ujt me punu, kom pas mundësi me punu, edhe juve me ju pas partnera e kolega atje u kon knaqësi për mu. Gjithashtu kënaqësia jona. Faleminderit. Kështu që edhe sonte në podcast, unë e dita që keni me pru një energji shumë pozitive dhe shumë të mirë për shikuesit tanë, kështu që për fund nëse doni diçka do që menoni që keni nevojë me thonë, lirisht. Ku e di? Jo, veç desha të falenderoj sinqerisht ty personalisht dhe televizionin, këta gjithë stafi që na kanë TV Spektri. Që TV Spektri, po. Edhe i uroj suksese ty bashkërisht me televizionin Spektri. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi për mua. Gjithashtu. Faton? S'ki çore, po thon faleminderit. Hajde tash. Që s'po thon. Këtë juve tjerëve faleminderit, televizionit, ku i shive këtu afër televizionit, jo se egzonës, jo faleminderit. Okej, dojve të Fatonit. Dojve gjithsesi, faleminderit shumë. Se nisëm me doje, tham ta përshëndesim, dojën e Fatonit. A disa merë malë, kur të vim bëjanës, po ne me më kapni se penisi me që teme nëse me që pe kërim, po ne me më kapni farë nostalgjie shumë. Ani nuk i kitojt largë. Edhe Ismailit i kalzojshë. Hajde ma shpesh. Ashtu, po s'po mbje kohë. Okej. Faleminderit shumë për krejt këtë energji, për emocionet e mira dhe që ato pak gjona që mujtët me ndo prej punës juj edhe jetës juj, unë jam shumë falenderuese, po besoj edhe shikuesit tanë janë kënaqur sonte me juve. Ne jemi prapë të premtën tjetër edhe deri atëherë mirëmbëjtje.